është ajo e duhura cila na duhet. Duhet të edukohemi në politikë, jo vetëm të hyjmë aksidentalisht. Mendoj që kom bo hapin e duhur. Mendon se janë të edukuar mjaftueshëm politikanët të cilët vetë se i kemi në krye të shtetit? Tani nuk po flas vetëm për Kosovën, po flas edhe Maqedoninë e Veriut. Po, unë flas gjithmonë. Juve ju kemi midis të dyjave. Po, jam person rajonal, nuk jam një person lokalist. Po. Kështu që po gjithmonë e kam atë drejtën e krahasimit që të dyja vendeve. Po, nuk mund të them që jemi shumë të edukuar politikisht. Mendoj që shumica e politikanëve tanë aksidentalisht janë në politikë, nuk e kanë atë edukimin e duhur dhe prandaj edhe na mungojnë edhe politikat racionale, të cilat bazohen në racionalitet, në dije, në vendime dhe në vizion. Dhe shpesh aksidentalisht i bëjmë edhe zgjidhjet edhe të politikave tona. Dhe jemi aty ku jemi. Edhe jemi aty ku jemi. Si është politika në Kosovë? Tashmë e po bëhen gati, ndoshta 2 vite, viti 2, që po futemi dhe ende nuk është se... Në një krizë të thellë politike. Jemi në një krizë të thellë politike, pikërisht. Po, nuk shoh ndonjë progres. Vazhdimisht Sa mendon se jemi në këtë krizë politike fillimisht? Se tash futu politikës, por gjithsesi kam kurioztet ta dëgjoj mendimin tuaj. Po realisht jemi për shkak që nuk jemi duke ofruar askush një zgjidhje. Do të thënë të gjitha palët janë në xhum. Sillemi në një rreth vicioz e cila nuk na jep asnjë zgjidhje. Kemi një sistem edhe të atill e cila nuk bë zgjidhje, asnjë mundësi të daljes prej kësaj situate nuk e shoh realisht. Dhe mendoj që edhe zgjedhjet të reja do të na sjellin prapë në situatat e njëjta dhe mendoj që është shumë problematike dhe duhet të lëshohet pe, jo mos të lëshohet pe. Po duke parë nga aspekti politik që tolerancën e bën gjithmonë shumica. Atëherë kush e konsideron veten që është pjesa më e madhe duhet me bë hapjen e tolerancës dhe e kompromisit. Pse mendon se s'po bëhet? Pse mendoj që e kanë keq kuptuar majorancën edhe shumicën. Mendoj që duhet të shohim pe majoranca dhe shumica, sepse nëse tolerojmë pjesë të vogla, atëherë ajo nuk është tolerancë, është shtypje. Do të gjithkund toleranca shkon në bazamentin e asaj shumicës. Patjetër. Përfshirjen e grave në politikë. Dhe jo vetëm për Kosovë, po e përsëris prapë, po e përmendim paksa edhe me qenë se edhe në Maqedoninë e Veriut, jo vetëm gratë, por edhe shqiptarën përgjithësi, nuk është se e kanë vendin që ishin dashur ta kenë. Realisht në Kosovë gratë kanë hapësira shumë më të mira sa ne në Maqedoni, sepse ne kemi edhe pika tjera të cilat ndonjëherë janë më parimore, më vinë të parat në shprehje, siç janë problemet etnike, kombësia. Kur i zgjedhim ato probleme, tek pastaj vjen puna gjinore, tek ne si gra shqiptare, e pastaj futet dikush ndoshta edhe qysh janë bo ato tavolinat dhe bisedimet e tavolinave që mos të humbet edhe kohë. Por në Kosovë mendoj që keni hapësirë shumë më të madhe për angazhim më të madh të grave. Realisht jam shumë e kënaqur, marr pjesë në të gjitha organizimet që bëhen për gratë në Kosovë dhe mendoj që ka arritur ai niveli më i madh i grave, ndërgjegjësimit të grave rreth politikave publike. Jam e kënaqur realisht. Mendoj që jeni më të ndërgjegjësuar. Atje mendoj jo që nuk na mungon ndërgjegjësimi, kemi gra shumë të fuqishme, gra shumë të forta, në shumë të rasteve kemi edhe gra më të forta se burrat, këto duhet me pranuar shumë publikisht, por thash çështjet etnike, kombësia shumë shpesh na tangon ne si gra dhe duhet ta lëshojmë rrugën me atë parimin e mëmësisë që e lëshon rrugën e përparimit të tjerëve. Çfarë sfidash keni hasur ju personalisht në involvimin